Demokracia është një liri e shprehjes së lirë, është një liri e plot, me fjalë të tjera mund të them se është sundim i popullit. Demokraci po thuhet që ka në s'pesha kërku. Demokraci është me rajt popullin mos më kush heq. Parlamenti është institucioni më i lartë ligjdhënës. Parlamenti është veni ku bëhen dallaveret më të mëdha. Zgjedhja e kryetarit bëhet në forma të ndryshme, mirë po është i përzgjedhur nga vetë populli, mirë po më pastaj është edhe forma tjetër se zgjedhet direkt nga parlamenti. Kryetari, e dini kush është? Pedim ton. Kryeministri është organi më i lartë i një qeverie. Po, siç e dini, çdo shtet ka kryeministrin e vet, ka Gjermania kryeministrin e vet, Italia, Anglia, gjitha shtetet, mos i përmend tash gjitha kështu me radhë. Ramush Haradinaj. Po dhe, edhe Anglia ka ramushin e vete, Italia ka ramushin e vete, kjo Gjermania ka ramushin e vete, tonë e kanë kaj ramush. Ministri është një antar i lartë i qeverisë. Po, edhe këtu tek ne kemi ministri. Ministri është veni ku s'ka ven asmini, ku nuk re asmini. Dhe më thonë ministre, se si kanë lonë asmini të gjatë me hongër. Deficiti është mungesë e buxhetit qeveritar. Deficiti është kur villin ma shumë se që duhet. E kanë tepru kur villin fort. Tenderi është një shpallje ku kandidohet firma të ndryshme dhe në atë rast fiton një firmë për rregullime të ndryshme të nevojshme të një shteti. Tenderi është punë që kryjnë me përqindje. Ka tender me 10%, ka tender me 15%, gjithë qyrë. Suficiti është një buxhet i pargjuar i një institucioni apo i qeverisë. Suficiti është janë paret që s'kanë mujtë mi vidhë të tëna jenë me dë, inshallah që zëtin Kosovë suficit gjithmonë. Faleminderit. Ditën e mirë, vash.